tjera. Si e keni parë gjithë situatën? Qeveria krejt rolin e vetë ka zvoglu mon të dogonës. Si ku me paskon roje. Nuk është roje qeveria është menaxhuese. Me këtë vendimin e Ministrisë Industrisë? Po kur farë vendimi. Edhe tha që çmimet tavan nuk ka mundësi, nuk kena mekanizëm me i dirigju tjerat, edhe ka vendosur në çmim tavan. Tash kena mekanizëm me i kontrollu, a nuk kena mekanizëm, po, me i kontrollu. Tash këtë roli i tëne ka dalë në një roje, e që qatë punë e bën krejt dogona, sa për me rujtë, sa për hen çmimi i parë, i deklarume dhe sa për rritët marzha, këtë punë e këshin kry dogona me atë kanë. S'këshin pas nevojë heq me pagu sa ministri që jemi të i pagu tash. Pra roli i qeverisë është ignorant, është refuzus në dialog, edhe nuk ka dhonë asnjë zgjidhje të mundshme. Posaçërisht, kur zonja Kusari është bukur me përvojë, me mvet mu në ato të në ministri, nuk ka njeri që din ma shumë, edhe që ka mundësi ma shumë e tregu për këtë rast. Për shkak që ma në 10 vjetë o këthyt njëtën ministri, a ka shkollimin, e ka përvojën, në shumë qeveri, në shumë parti, edhe më nëjë që kisha ardhë me një zgjidhje më të mirë, ose të pakte me një propozim. Fakti është që kërë një qeveri një mendore, një jamën, gjithkush e ka... Kur thoni një mendore, një jamën, i referoni që aty vendosë Albin Kurti për gjithçka dhe për... Qashtu qyshe ka paraqit... Qasët edhe rritjes e çmimeve. Po, në listë deputetve, një jamën këta tjerë të kitë numra serek, 01, 02, 03, qashtu e ka paraqit aj, qashtu për thëmë dhone. Tash pavarësisht sa ki përvoj, sa ki djeni, sa ki ekspertiz në çfarë do fushe, ti thu çka thot lideri që nuk thot kur gjë, edhe në këtë rast Ministria Tregtisë nuk po thot kur gjë. Edhe zonja Kusari, me gjithë respektin, nuk thot kur gjë. Zonja Kusari nuk thot kur gjë. Megjithatë, ju si parti opozitare keni bërë, po themi, disa propozime për ulje të TVSH, se ulje